Përshëndetje të gjithëve, kthehemi në podcast do të flasim për aktualitetin politik më shumë të fokusuar tek Partia Demokratike dhe tek opozita. Me mua është gazetari dhe analiste Anri Bala. Zoti Bala, faleminderit shumë që jeni me ne. Si, Mario. Kemi parë disa lëvizje të opozitës, më konkretisht të Partisë Demokratike me foltore, me një foltore të quajtur ndryshe edhe nga zoti Berisha si parlamentare dhe qytetare, dhe po ashtu edhe protesta që edhe nga brenda eksponentëve të Partisë Demokratike cilësohen si shëtitje, jo si protesta mirëfilli. Ju si keni parë këto zhvillime? A ka realisht peshë elektorale opozita sot që flasin? Unë besoj se opozitës nuk i humb pesha elektorale, për sa kohë që në çdo lloj në çdo palë zgjedhje arrin të rikonfirmojë veten si partia e dytë më e madhe në vend, pavarësisht se ka një tkurrje apo pavarësisht se ka një lloj hemorragjie që e cila e dëmton partinë, por që ka lidhje më shumë me interesat e individëve brenda partisë sa me elektoratin që mirë apo keq pas kaq shumë vitesh opoziti ka ndejur besnik Partisë Demokratike. Ndoshta janë interesat brenda partijake, pra brenda Partisë Demokratike ose individ ndryshëm që krijojnë një pakënaqësi më të madhe se sa do krijonte pakënaqësia për përballë një qeverie e cila sipas përmbështrimit të elektoratit opozitar, pra të Partisë Demokratike, është e korruptuar dhe këta ndjen pa përfaqësuar prej saj. Dhe kryesisht, sikur se të thash Mario, është ideja që mbi partitë politike këtu prevalon të paktën minimalisht me partitë e tjera që janë partitë opozitare më të vogla, është sovrani që në fund dhe që i ka dhënë besimin për të 4 herë radhazi Edi Ramës të 3 mandate. Dhe kjo historia e mbetjes ka marrë fund pas ditës 11 maj, për sa kohë Edi Rama rikonfirmoi veten pushtet, zgjedh në tentativë të t'i quajë për krejun e Bashkisë Tiranë, që ishin pas pezullimit ose më saktë shkarkimit nga detyra, u tentua të ngrinin përmes një bashkëpunimi midis Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia të zotit Sheja të ngrinin kandidat për kryetar Bashkia e Tiranës, siç ishte zoti Binaj. Kjo tregon që ka një lloj bashkëpunimi midis tyre, po jo vetëm, ka një lloj si thuash strategjie që është ndjekur për të maksimalizuar votën opozitare të themi, pavarësisht se zoti Lapaj nuk është shprehur ftesës partijake, por ju shpreh ftesës, pra nga dishmëri ftesës së kandidatit për sa kohë ai e mbështeti kandidatin e Binaj për bazë e Bashkisë Tiranë. Kështu që opozita, edhe pse dje u shihi si e marginalizuar, pra e ndarë me njëra tjetrën, sot është më bashkuar paktën se 4 viteve më parë. Kështu që në këtë kontekst, pa përmendur dhe alat brenda PD-s, opozita më shumë duket si e papërfaqësuar tek militantët, pra militantët nuk janë përfaqësuar nga Partia Demokratike dhe kjo shihet si problem ose si thuaç pengesë që të realizohen qëllimet ose projektet që ata mund të kenë për shkak të një opozite disa vjeçare, shumë vjeçare, që kanë mbajtur mbi supe, kështu që ndoshta ato nuk vdesin më, nuk frymëzojnë më. Pra, njerëz ka, elektorat ka elektorat që nuk e duan Edi Ramën, po s'ka politikan profesionist. Qartë, por ju thoni që ka qenë e bashkuar në disa segmente të caktuara, siç ishte edhe rasti nëse do të bëheshin zgjedhjet për Tiranën me kandidaturën e Florian Binaj që gjeti një mbështetje të opozitës të gjithë së bashku, por duket se nuk bashkohen në protesta, sepse shohim protesta nga Partia Demokratike, protesta nga Shqipëria bëhet, protesta nga Partia Mundësia dhe nuk ka një bashkim sa i takon këtyre manifestimeve. Pse ndodh kjo? Po s'ka bashkim sepse të 3 partitë hiqen ose sillen sikur nuk kanë të njëjtin qëllim pra për të bashkuar, por në fakt në vetvete kanë të njëjtin qëllim. Qëllimi vetëm është sipas tyre të largojnë Edi Ramën, që nuk e bën dot përmes protestave, se dihet shumë mirë që nuk mund të bëhet
me protesta, largimi një të zgjedhurit nga populli. Kështu që qëllimi është i përbashkët, kur duan bashkëpunojnë, pastaj kur duan të organizojnë protesta, gjithë secili tenton të kap atë protagonizmin, duke filluar nga zoti Shej, i cili bën her pas here protesta, njëri e bën përballë kryeministrisë, tjetri e bën në një krah, tjetri krahun tjetër. Po në thelb të gjithë organizimi ose protestat që ata marrin përsipër të mbarvajnë kanë një qëllim ose paktën kanë një politik, që është rrëzimi i Edi Ramës sipas tyre. Deri tani më duken boshe, pra janë tentativa për të faktorizuar, por të mos ndenjur në hije, qoftë dhe e zotit Lajbaj nga fakti se gëzon ndoshta ndryshe nga partitë e tjera si Lëvizja Bashkë dhe Partia Mundësia ka një mbështetje më të madhe në rang kombëtar, pavarësisht se ai nuk arriti dot ta maksimalizonte votën për të krijuar numra apo mandate në parlament, po në rang kombëtar, po ta marrim në rang kombëtar është më i votuar nga partitë e tjera. Pavarësisht se zonja partia Lëvizja Bashkë pati një karrige në parlament, Mundësia 2 dhe partia Shqipëria bëhet nisma, Shqipëria bëhet, e cila nuk është më nisma, është vetëm Shqipëria bëhet, arritet të fitojë vetëm një karrige në parlament, por rrezikon një mandat. Qartë, por nga ana tjetër e keni vënë re që gjithnjë më shumë po diskutohet edhe për një qeveri teknike, sidomos nëse shikoni shkrimtarët dhe akademikën që ka ardhur së fundmi në Tiranë, Lea Ypin, në çdo studio televizive ku ajo gjendet pyetet nëse do të ishit pjesë e një qeverie teknike. Pse po diskutohet shumë kjo hipotezë? Shikoni si një hipotezë apo një realitet politik? Nuk e shoh si as faktor, as kandidate, as më hyn në xhep për asgjë që zonja Ypi të jetë kryeministre teknike nuk i hyn puna askuj. Në thelb në vendin nuk është se ka nevojë për kryeministër teknik. Zero. Sepse kryeministrin e kemi për të zgjedhur dhe nuk e besoj se qeveria teknike do të jetë në zgjedhje në mjedisin ku janë sot partitë politike. S'do bënte asnjë ndryshim. Për mendimin tim, sepse s'mundet që ti, po Rama, se qeveri teknike këtë ngatrojnë koncepte, qeveri teknike nuk caktohet, nuk vjen kështu një entitet nga jashtë të vendos sa numra, sa emra dhe mbi pas atyre emrave ti të qeverisësh që ti të jenë persona teknikë. Nëse qeveria teknike do jetë prapë në bashkëbisedime apo në tratativa me midis Ramës dhe Sali Berisht, pak ndryshim ka se kush është tekniku. Pam qeverinë teknike 2017-s, nëse e mban mend, me ato 5 ministrat e Partisë Demokratike, nuk solli asnjë ndryshim. Thjesht ishte një opsion, i vetmi opsion për nxjerr Lulzim Bashën mas kohë nga çadra dhe kaq. Pra, u pasi pragmatizëm i momentit, po jo vetëm për ministrat, por edhe në aspekt më të gjerë. Që nuk solli asnjë benefit. Qeverinë teknike realizohet nëse qeveria e Edi Ramës është qeveri e prisht. Pra, kishte 71 mandate, tani ka shkuar 70, 69. E quhet qeveri e prisht. Nuk mund ta quajmë qeveri me 83 mandate që ka nevojë për një qeveri teknike se sa disa aktorë duan që personi që është i zgjedhur të largohet. Ashtu ngrihem unë nesër, dal aty para kryeministrisë dhe them s'dua të jetë Lea Ypi. Dhe ky është, si thua, është ekuacion me shumë panjohur. Nuk mund të ngrihet dikush, kush është ky kryeministër i zgjedhur nga populli me 83 mandate e me qindra mijëra vota që ti bidhet një kërkesë një personi që ka një mandat, qoftë 2 e qoftë 50. Nuk ka asnjë, janë tratativa, qeveria ka humbur besueshmërinë, është e rrezikuar nga drejtësia, se si që pjesëtarët e qeverisë janë subjekte, kjo është tjetër thej. Por edhe nëse do ndodhte qeveri teknike dhe nëse do bësh një zgjedhje parakoshme, askush nuk i garanton Ramës apo kujdo tjetër që do fitoj apo do rifitoj mandatin. Ta nisim këtu ku ju e përfunduat. A mendoni që mund të ketë skenar të mundshëm që kryeministri Edi Rama mos e çojë deri në fund mandatin e tij? Unë besoj se Rama nuk
rrezikohet momentalisht atë nga qeveria teknike. Vetëm gjë që rrezikohet Rama, rrezikohet nga drejtësia. Dhe atë nëse e çon apo jo deri në fund mandatin, atë do ta bëj drejtësia. Por prapë edhe për të që ta bëj drejtësia është një rrugë e gjatë, kështu që mandati i Ramës mund duket si i rrezikuar dhe nëse Rama zgjedh qeveri teknike për të, si thuaç, zbehur pretendimet që kanë partitë e tjera apo qoftë ndërkombëtare, kjo motorizohet vetëm për këtë për shfryrje, pra si valë për shfryrje. Por nuk besoj se Rama është i rrezikuar nga Partia Demokratike ose partitë e tjera opozitare. Pse Partia Demokratike mungon dhe nuk ka forcën për të qenë më e madhe dhe konkurruese në zgjedhje? Shohim që në çdo palë zgjedhje që vjen si lokale ashtu edhe parlamentare, duket sikur ka vetëm një parti që futet favorite dhe ajo është Partia Socialiste. Partia Demokratike nga ana tjetër shumë pak dhe rrallë mund të rivalizojë. Ka unë për besimin. Unë se po them. Ka unë për besimin e publikut, ka unë për besimin e mbështetësve, ka unë për besimin e kthimit partisë në një subjekt si kompani ku interesat prevalojnë mbi premisat. Kështu që nuk është parti që jo vetëm nuk frymëzon, por edhe nuk gjallë shpresë. Kështu që në krahun tjetër është një parti pastaj e cila punon her pas herë, ka të gjitha motorët qoftë të ofrimit, pra të joshjes, po dhe mbështetjes, që edhe pse e goditur nga spaku në gjithë segmentet e saj, shihet si parti rivalizuese ose më premtuese se Partia Demokratike dhe kaq. Është fare e thjeshtë. Pra nuk është dëshira e një individi apo një subjekti apo segmenti të caktuar që përcaktoi fatet e një vendi. Në fund vendosin qytetarët në raport me kryetarët e politikëve që kanë sot ose përballë raportit përballë Ramës me Berishën. Pastaj në raport tjetër ato janë për të vlerësuar dhe për të parë. Qartë, sipas jush, a ekziston një perceptim se SPAK është tërhequr në raport me Sali Berishën dhe çfarë pasojash ka kjo për besimin publik tek drejtësia, dhe sidomos tek drejtësia e re? Se di nëse është tërhequr, po Sali Berisha nuk rrezikon asgjë nga SPAK-u për shkak se të gjitha akuzat janë akuza që nuk dinuimi. Janë akuza pa vlerë, sepse moshën që ka Sali Berisha dhe sikur ta dënojnë nuk bën asnjë ditë burg, as i rrezikohet karriera. Kështu që kjo është i vetmja pikë pyetje. Pastaj këtë është tallje për tallësh opinionin publik që ti thuar se ky zotëria rrezikohet nga SPAK-u. Ai zotëria nuk rrezikohet nga SPAK-u fare, sepse akuzat për shpërndarinë e detyrë nuk sjellin asnjë rrezikshmëri ligjore për subjektin fjalë, për shkak të moshës, veprës e shumë gjëra tjera që po t'i shpjegoj teknikisht ose s'kan vlerë. Po janë nene që shkojnë me pak vjet heqje lirie dhe nuk rrezikojnë një subjekt si Sali Berisha për shkak të moshës së tij, që mund ta burgosin. Ne kemi parë raste ku janë dënuar me disa vite burg, ndoshta s'ka bërë asnjë ditë burg. Po nga SPAK-u e ka fjalë. Kështu që nuk është si opium për popullin. Ke parasysh, feja opium për popullin ka pasur digurë, edhe SPAK-u është kthyer pak si opium për popullin. Në këtë kontekst, që e mban me ushqim atë makinerinë e opinionit publik për të menduar se se po bëhet drejtësi sot ose po bëhet drejtësi nesër. Prandaj unë s'kam qenë dakord me këtë drejtësinë që po bëhet tani, për shkak se produkti i saj është shumë i dobët nga ajo që unë kam përqendruar. Sepse nuk mund të jetë vetëm thyrja ose prishja e mitit pa ndëshkëshmërisë, vlerë apo si thua një arritje e SPAK-ut si statistik pas 6 vitësh që më shumë hetime të ish parlamentarëve, ish ministrave, ish deputetëve, ish kryebarshiak, të cilët kanë minimalisht disa akuza mbi kurrizë, nga bjedhjet te vrasjet, tek plagosjet, te lloj-lloj aferash që ka kaluar ky vend. Privatizime, shitje, blerje, ç'as kanë bërë këta? Falje, shkatrime. Lëvizja Saliani frymëzon apo dëmton Partinë Demokratike?
është një lëvizje që nuk ka një të ardhme pas këmbështrimit të tij. Është një lëvizje e cila nuk ka një të ardhme për sa kohë Berisha e ka konfirmuar se është ai i vetmi dhe i denjë për ta mbajtur Partinë Demokratike dhe këtë ka zgjedhur demokratët, nuk e zgjedhim ne. Pra në momentin ndarja dhe marrja e Bulës dhe rikonfirmimi Berishës në zgjedhjet lokale me votuesit e tij, pa logon dhe pa votën e Partisë Demokratike, ka mbyllur njëri mirë debatin. Këto pastaj tjera pastaj janë tentativa shashka që arrin ndoshta për janë absolutisht janë të shëndetshme, por nuk besoj se kanë të ardhme, sepse që të kenë të ardhme do të ketë frym. Frym nuk ka, për sa kohë demokratët kanë zgjedhur të mbajnë Sali Berishën kryetar të Partisë Demokratike, për sa kohë të ketë edhe ai frym. Ka një hipotezë të fundmin që në krye të Partisë Demokratike shumë shpejt mund vi Argita Maltezi. E shikoni si të mundshme apo mbetet vetëm në vazhdën e hipotezave dhe konspiracioneve politike nga secili ka? Të gjithë debatet do zhvillohen kur mos ekzistoj më Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, kur ai ta lëshoj. Për sa kohë Berisha është shprehur se do rikandidojë për postin e kryetarit, debatet kanë rënë. Pra flitje më përpara se mund ta merrte zonja Malteze ose zoti Kërzen Berisha, por nuk janë debate shterp, sepse nuk ka vend për pikpyetje për sa kohë Berisha është aty. Nëse Berisha do zgjedhë që në pas mos gaboj 3-4 muaj, që mbaron dhe mandati si kryetari i Partisë Demokratike, nëse ai do zgjedhë të largohet me vullnet plot, madje duke bindur dhe këta anëtarët që të mos ta votojnë, nëse ai nuk do dojë, atëherë do të flasim për dinamika se kush do të mund të jetë pasardhësi i zotit Berisha. Por nëse Berisha kandidon dhe do jetë përballë disa figurave të tjera brenda PD-s, asnjë prej tyre nuk ka shans që të fitojë besueshmërinë e demokratëve, sepse është e faktuar s'ka nevojë. Po ai është shprehur publikisht se do rikandidojë. Nuk është shprehur se do rikandidojë për kryeministër, në asnjë palë zgjedhje për moment, por për kryetar partie patjetër. Pse njerëzit dhe demokratët e besojnë ende edhe pse ai vjen pas 2 humbjeve edhe në lokale, por edhe në parlamentare, janë të lidhur me të shkuarën dhe figurën e shkuar të zotit Berisha, apo nuk shikojnë një opsion tjetër më të mirë brenda partisë dhe nga ana tjetër zoti Berisha e shikon ende partinë si mburoj personale ndaj drejtësisë, apo realisht mendon që në të ardhmen mund të jetë kryeministër përsëri? Unë besoj se zoti Berisha nuk lufton për të qenë kryeministër, zoti Berisha lufton për të ruajtur Partinë Demokratike si subjekt i tij, i lindur prej tij, ose si thua, i ngjidhur deri me farpike, sepse ka pas persona të tjerë PD që kanë qenë nisëmtarë të parë, i zhvilluar prej tij, mbajtur prej tij, kështu që e shef si një krijesën e tij. Në moment që Berisha nuk është dakord që të lëshojë për sa i përket Partisë Demokratike, sikur thash, mbështetësit e tij, që prandaj janë të kurrë ndoshta, që nuk kanë më shpresë, ata që nuk kanë më shpresë ose nga kjo mbajtje, si thua, jo me dhunë, po do ta quajmë mbajtje me zor postit kryetar, duke mos u bindur as atyre neneve që votojnë vetë, pra që të humbësh dhe të largohesh. Besoj se i ka lënë çik si pa shpresë ata që prisin më shumë nga Partia Demokratike se mundësitë e rotacionit politik. Ka të mbeturit pastaj kanë të gjitha ato pikat që ti përmendë, pra nostalgjia e kaluara, janë njerëz që janë ndihmuar nga zoti Berisha, janë njerëz që kanë punuar me zotin Berisha, janë njerëz që kanë mbështetur gjithë jetën e tyre aty, kanë investuar dhe edhe ata e shohin një formë investimi për cilën nuk mund të heqin dorë kollaj. Pavarësisht se nuk krijon rotacion politik, nuk arrin të afirmohet, nuk arrin të zgjidhet apo të krijojë një, si thua, bën produkt i një partie e cila jep shpresë se mund të rrëzojë Ramën edhe të marrë drejtimin e parlamentit. Pak më herët zoti Berisha ka deklaruar se nuk do të bëhen pjesë të 2 komisioneve të rëndësishme parlamentare, siç është ajo zgjedhore dhe ajo territoriale.
çfarë dëmesh mund të sjellë kjo Partisë Demokratike, pasi edhe më herët kemi parë që kur Partia Demokratike bojkotoi këto procese, më vonë më pas Partia Socialiste arriti që të fitonte një shumicë absolute në parlament. Nuk e di për komisionet, me thënë drejtën, nuk është se ka një puna parlamentare në përgjithësi e ka humbur komplet funksionin dhe identitetin e saj. Nuk ka më punë parlament. Ka vetëm një pjesë që voton në unison, pra kanë kartona dhe ingrejnë sipas interesit partijak, dhe ka një pjesë tjetër që refuzon të bashkëpunojë apo të votojë edhe qoftë ligje që kanë interes publik për të dyja palët. Pra për çdo gjë ata janë në kundërshtim, sikur se kemi parë më parë nga ana sjellës. Prandaj që fryma parlamentare këtu te ne është e degraduar dhe nuk është fare në frymën që duhet të jetë në kuptimin tim. Sepse nuk mund të jesh nëse ti je zi dhe shef zi për çdo gjë që del përpara, e para ti nuk ke nocion ose nuk mund të kuptosh se kush është e bardha. Se zi nuk ka zi në çdo kohë, në çdo periudhë për çdo gjë. Ka dhe të bardhë, se ndryshe nuk bën dot dallimin ti pastaj. Kështu që edhe për gjëra për mira të përbashkëta, si thua, të shqiptarëve, ata votojnë për prapë kundra. Dhe kështu ka ndodhur edhe me Partinë Socialiste kur ka qenë pushtet Partia Demokratike. Kështu që nuk ka një vlerësim që të marrësh në parlamentin dhe ta ngrish si një institucion vlerësimi mbi disa praktika që ata kanë zbatuar. Ata kanë zbatuar praktika si duan ata, vazhdojnë bëjnë atë zhurmë parlamentare, qoftë me hedhje bidonash, karrigësh apo ku dijon trasash adosesh çka kanë aty. Dhe në parlamenti nuk është më një seancë ku zhvillohen debate të shëndetshme parlamentare, por është një parlament i cili ka degraduar për fajt të dyjave partive politike absolutisht, por më të shumti pakën bëjnë sa shohim vitet e fundit për fajt Partisë Demokratike, e cila dhe kur ka pas gjëra thelbësore në interes kombëtar, ata kanë refuzuar të marrin pjesë dhe kanë bërë po prapë të zhurmën e madhe dhe për ndërprerje seanca parlamentare dhe asgjë më shumë. Kështu që në këtë kontekst, kur nuk ka bashkëpunim, kur nuk ka frym debati, ndaç futen komisione ata, ndaç futen e dalin na mos hyn fare pa rëndësi ka për opinionin publik. Opinioni publik është që shteti të funksionojë si duhet, qoftë parlamenti dhe gjithë institucionet e tij në mënyrë, pastaj kur këta kthejnë ca karagjos që kanë marrë një mandat aty dhe tallen pastaj me opinionin publik ose me mbështetësit e tyre, kostoja e gjithë kësaj pastaj mbetet aty dhe kaq. Shqiptarët nuk presin më nga parlamenti se do zhvillohet një kurrijon. Do na shpëtojnë këta tani bashkë, ke parasysh apo veç e veç. Unë zbes se mati ka rënë dhe interesi për ta parë parlament. Për shkak të këtyre zhvillimeve. Qartë, zoti Bala, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë podcasti dhe faleminderit shumë për gjithë analizën tuaj. Faleminderit.